sa është borxhi i komunës, sepse është një diskutim shumë i theksuar në opinion për borxhin e rritur të komunës së Gosivarit. Realisht tash përgjigjen duhet të japë zotri Fadil Xhelili, se unë nuk ushtroj, unë e di se deri në momentin urdhëri sa kam qenë. Për aq kohë sa keni qenë ju ushtrues. Unë sa kam qenë e lash dikun me 11 milion euro, duke i përfshirë edhe borxhet ashtu si që kam cekur edhe më parë edhe të disa projekteve të mbarora të qeverisë të cilat regjistrohen si borxh i organit komun. Ky borxh është e bashkë me ndërmarrjet apo veçmas? Ky është i organit komun. Me ndërmarrjet bashkë? Ndërmarrjet nuk kam info të sakta se sa është borxhi. Po ju do ta zvogloni borxhin e komunës apo do ta rritni? Jo, besoj që do ta zvoglojmë, nuk mendoj që për një mandat nuk e dia do të jetë e mundshme që të shlyhet tërësisht, mirë po besoj që në një masë të madhe do të zvoglohet ky borxh. Zoti Limani, po si do t'i bëni të gjithë këto projekte që po i përmendni, ndërkaq komuna po mbytet në borxhe? Komuna e Gosivarit nuk është Për komunë shembull, ku do të merrni vetme. para për pastërtinë, mjedisin, për infrastrukturët? Të hyrat të cilat i kemi, domethënë të hyrat si komunë, gjithsesi do të ngritet vetdije për pagesën edhe të llogarive edhe në ndërmarrje, por edhe të gjithsesi edhe të tatimit në pronë. Kemi, shpresojmë që në këtë mandat, domethënë në këto 4 vite do të kemi edhe ligj të ri për legalizim, ku parashojmë gjithë ato objekte të cilat nuk janë të legalizuara të legalizohen, dhe me këtë të ketë edhe një fond i mirë të hollash të cilët do të hyjnë në komunën e Gosivarit, por kemi edhe një ekip i cili do të punojë në thithjen e fondeve ndërkombëtare dhe me këtë do të kompenzojmë punët të cilat duhet t'i bëjmë me mjeta vetanare.